sa e kritëm obligimin si gjithë qytetarët, votuam dhe unë besoj që vota gjithmonë kam thënë që është e shenjtë dhe në vetvete ajo ngërthen në shumë segmente, një ndër ta është besimi i qytetarit dhe parë nga ky këndvështrim, unë besoj që të gjithë politikanët dhe kryetarët të cilët garojnë këtë duhet ta marrin me përgjegjësi dhe ndeshmëri dhe gjithmonë kryetarët e komunës duhet që të lëvizin me këtë parim që sovrani i cili voton dhe jep besim, ne t'ua kthejmë me ndershmëri dhe ashtu siç e meritojnë të gjithë qytetarët. Kush janë informacionet nga terreni? Si po vijon procesi zgjedhor në komunën e Vrapçishtit? Unë personalisht jam tejmasi i kënaqur për arsye se kemi zhvilluar një fushat par excellence edhe ne dhe kundër kandidati pala oponente dhe kemi treguar që qytetarët janë në stad të lartë dhe besoj që gjithmonë duhet që ditën e votimit ta llogarisim për festë dhe në këtë këndvështrim është e vërtetë që dita e zgjedhjeve është festë sepse qytetarët vendosin se kush do i përfaqësoj për 4 vitet e ardhshme. Uroj që të fitoj më i miri dhe mbas 11 janarit ta vazhdon dhe mbi politikë duhet të vendosim parimin e Njerëzillokut.